Në qytetin e fëmijëve në Korçë është zhvilluar një orë e hapur mësimore në lëndën e artit figurativ me nxënësit e klasës së parë të shkollës Tavri Themeli, një aktivitet i veçantë që solli krijimtari dhe shumë ngjyra. I ftuar në këtë orë mësimore ishte piktori Elvis Goliku, i cili ndau me fëmijët këshilla praktike dhe theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla për zhvillimin e imagjinatës dhe shprehjes së botës së brendshme përmes artit. Këto janë aktivitete shumë të rëndësishme, sidomos për moshën e këtyre fëmijë që janë në klasë të parë, sepse i nxjerrin nga ajo rutina e përditshme e mësimeve të shkollës dhe i socializon më shumë me njëri tjetrin dhe me anë të ngjyrave ata domethënë edhe shprehin normalisht botën e tyre. Jo më kot kemi zgjedhur dhe temë pikturën Nata me yje të Van Goghut, sepse është një pikturë që nuk ka shumë vizatim, ka më shumë ngjyrë. Është një pikturë ku piktori ka përdorur më shumë imagjinatën e tij se sa si është qielli në realitet me yje dhe është një pikturë që i përshtatet shumë mirë moshës së tyre. Fëmijët e apasionuar pas pikturës tregojnë se ushtrojnë këtë aktivitet edhe në kohën e lirë, si një mënyrë argëtimi dhe shprehjeje personale. Ne jemi në qyteza dhe po pikturojmë natën me yje. Ne jemi tek qyteza, po vizatojmë natën me yje dhe po kënaqemi shumë. Ti pikturon në kohën e lirë? Po. Pëlqen shumë? Po. Ne kishim të ftuar dhe një piktor, na dha këshilla si të pikturojmë. Më pëlqen shumë piktura, edhe dua të mësoj të pikturoj. Unë po ndihem shumë mire, ne kemi ardhur këtuja për të vizatuar hënën, yjet edhe qiellin. Gjatë aktivitetit, nxënësit realizuan një punim të veçantë duke pikturuar veprën e njohur Nata me yje të Van Gogh, duke e kthyer orën mësimore në një përvojë krijuese dhe frymëzuese.